Për shkak të rreshjeve intensive të ditëve të fundit në territorin e Bashkisë Kukës janë evidentuar disa problematike. Në disa fshatra janë shënuar rrëshqitje dhe derazhe dhe gurësh në disa akse rrugore, duke shkaktuar vështirësinë e çarkullimit dhe ndërprerje të përkohshme të lëvizjes së mjeteve. Më problematike paraqitet situata në fshatin Orgjos, ku është raportuar bllokim në aksin rrugor Ura e Koloshit Orgjos në njësinë alternative Zapot. Mjetet e drejtorisë së rrugëve rurale kanë vjuar punimet për sistemimin dhe pastrimin e këtij segmenti rrugor që ka rëndësi për rreth 1000 banorët e zonës dhe shërben si lidhje e vetme me rrugën nacionale dhe me Kuksin. Paralelisht, ekipet e OSHE-s janë angazhuar në terren për riparimin e defekteve të çfaqura në rrjetin elektrik me qëllim garantimin e furnizimit të qëndrueshëm me energji. Problem kryesor mbetet infrastruktura e amortizuar e rrjetit të shpërndarjes së energjisë me tension të ulët, e cila në kushte moti të keq pëson shpesh dëmtime. Në nivel qarku, të gjitha akset rrugore nacionale janë të qarkullueshme normalisht dhe deri më tani nuk janë raportuar bllokime apo situata emergjente. Autoritetet vendore dhe strukturat e emergjencave civile vijojnë monitorimin e terrenit, veçanërisht në zonat e thella malore ku ekziston rreziku i rrëshqitjeve të tjera. Sipas të dhënave zyrtare, rreshtet e shiut kanë sjellë rritje të ndjeshme të nivelit të ujit në liçenin e Tjergjës me rreth 50 cm në ditë, duke ndikuar në prurje në kaskadën e Drinit. Ndërkohë kërkohet vëmendje e shtuar në zonat kordrinore dhe malore, ku toka është e ngopur dhe rreziku i rrëshqitjeve mbetet i pranishëm edhe në rast të përkeçimit të kushteve të motit në ditët në vijim.